Me pas rajt në ashtë i kisha sot punë të ma mirë. Ne alkushin beqajnë kontrol. Altoj së fargjendje kam kuzhinën ta bojna dzidz. Që dritat i kum dhez mu dok ashtu pak ma cozy, pak ma cute, pak ma si viti ri. A pishini qëtu flok të rria. Po që kje? Hajde bënjonin, hec. Ndën se i më bënë mend, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Dhe përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it. Mirë se vini edhe me një vlogmas të one e hënësht, vlogmas nëmër 8. Në radhë edhe one alkushin beqajnë kontrol. Po dishka nuk jam atë shumë optimiste për me këthy në qirë dhe pa hajde të shuemi si qka përna thot mjekja. Po që kje? Hajde bënjonin, hec. Hajde bëti të njona jote, besi kja po dole ti për dalë më të marë që të më. Helga. Emi. Ne jena këthyve që në shpeta shashtorat 20 minuta në 12. Edhe ja 2 ore kusur të mira, kena prit e mjekje veç u pa ta bëha ekstrem nervoz. Na më pasi që tha që është Alga mirë, dyqysh mu hek keqaja mirë, qaja nervoza. Tash kena arë në shpet dhe ko ditën për me lo, edhe ka me aprej thojt edhe ta përgaditi për nesër në fakt. Po du me thonë, ta loj, ta qesë në gjëmë, por shkoj edhe vetë në gjëmë se sytësën jam të i qeli, nuk e di sepse që kjo është kur flej një ditë 4 orë, një ditë 8 orë, një ditë 12 orë, më thonë të merë. Ama prej tash të do të me flej gjithë qysh më kohë, sepse do nga më qu t'i për heret për Algen. Edhe po, shkoj t'a loj edhe tani njihemi, masi se quemi prej gjumit. That day. Unë nuk ju kam lajmëro prej drejke, kena fletja 2 orë unë me Alkushin gjëm, edhe kër ka ardhë Albane vetëm pak kena hangër, edhe të nkohen kena përshu, vetëm kena në qëtrit, si do mësë unë dhe shka jem kanë sot klap e këputne. Për që të arsye që nuk jem kanë sot më gjesë në shpijen e kam luk, nuk e di se qysh unë e bëj shpijen luk, kërse kërkosh nuk o kanë këto. Edhe plus pram në ora 11 e kom pas rukrit për me më nejtë sot poster. Vetëm t'je kaltoj së fargjendje e kam kuzhinën. Gjendjat me ruse, kështë që hajde ta bojna dzidz.
Qëto lojna i ka të merë, kështu që vetëm këtë komplet për mbledh dhe pishtimin i ndava pashka do e nesër i rregulloj këtë i paloj si që shduhet. Ok, njerëz të dashur, deri tash kjo pastrura është 6, edhe t'ju kallëzoj një herë krejt shtëpinë se çu e kom pastru, ama vetëm pak do të më u kallëzu flokët e mia. Do të thonë kaos. A pishini këtu flokët e reja, literalisht më mi fenerat që shduhet, pak mi prej, mu ka njejta, edhe mi bo shishke. Ka shumë flokë janë të më rritë, më thonë, kaos, ama për që ata ku i kom gjërus, i kam edhe ma kaos, kështu që një për një qërni. A përshini sa gjata janë, pe frejni, të ra. Po mendoj po më vjen mirë që janë të rritë flokët, ama më shkoj nerva, se qëto si të bëhen pa alo, dhe më thonë, bëhen edhe këtë flokë. Keni din sa flokin që qëto e kam. E këtë në i pusht ku janë të ngjëros në janë të merë. Masi u kallëzova që shpijen e kena pastru, e kum pastru, Elba nuk kanë të fullëtën ku në telefon, a më doke që e kum pastru për janë ashtë 2 orë. Po thamë se pak i kum hi ma detajisht, sidomos banjën e pot, po hajde t'ja u kthe dhe juve kamerën. Edhe më starë me thonë që dritat i kum dhez mu doke ashtu pak ma cozy, pak ma cutie, pak ma si viti ri. Ok, dhe më thënë dhoma kurina vetëm pak. Ok, dhoma kurina, këtë poster, vetëm që i kum ndez dritat, të ram. Dhoma algushit e po që e kum pastru krejt, ama alga e bani të vetën pa tjetër, të ram. Kuzhina. Mas shumë të më rëndësi është që nuk ka enë. Edhe koridorin e kom pastru vetëm që nuk e kom gjerua edhe e pastrua këtë pasqyren. Këtu salga kretë me gishta pa të ba. Edhe ma në fund banjën. Opa. E kom pastru kërrit e po të dhe që sa mirë gjomi, po do këtë mas që asojnë që shpeloj. Edhe i qita do të isha që të mu tjerë. Edhe hopa dritorin. Ok, më do këtë mas, më do këtë në qëtë vlogmas, në qëta këtë vlogmas, koka rodha, me ja këthy njerëzve komentet, une në qëtë vlogmas nuk po kam qef seriosisht me dhanë energji edhe kohën teme edhe me shpërndar negativitet me këtë koment edhe zakonisht nuk më prekin, ama nuk i kam të kjartë, me thonë që ashtu për që atë për që të arsye përmendi për ceki këtë koment që për mua nuk ka kur farë kuptimi,
e tash unë ja juve që të dikon edhe zablicin e telefonit qëto se kamera shumë zë do të me këqyrë se qysh me jalëshu pak dritën se ti për te arpo më duket. Vjen keq të them, po është pa nevojshme të gënjesh, nuk është e mundur të kujtohesh ngjarja nga kur ke qenë 2 vjet e gjys, jam e sigurt që mamaja jote ti ka treguar ato historia kur ishe e vogël dhe për këtë arsye mendon se i mban mend bla 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 bla. Për fat keq, nuk e kam në zanat me gënyu për fat keq, se në është e di që shumica YouTubere rrejnë edhe kanë ma shumë ma të famë shumë janë shkoku i rrenave tina. Unë për fat keq i thash nuk jam e rrenës, madha vrejët në kanalin tim vrejet që 4-5 vjet unë jam tu gjiru. Unë e di që një fjallë, një sënd kër ju kam kallëzu, ju kam kallëzu edhe një qëndë herë tjera, dhe më thonë të njëjtë në rast, se kur të rrenë njëri, mas një muaj e 2, kur ta përmenda për që atë tem, dy që harron ata, apo kuptoni se rrenat nuk i mojnë mend, po i mojnë mend ashtu që shukon. Unë e bile e mojnë mend që ju më konë edhe disa muaj ma e ri, edhe më mojnë mend kur babi jem ka ardhë, sa atëherë ka ardhë ti për radhë, ka ardhë dhe më thënë prej Bosnje, të na në Kosovë, si pushim është ka do, edhe më duket mos u konë 8 marsja, dita e dashurisë, nuk e di seriozisht, edhe mojnë mend që nanës teme edhe mu ma ka pas ble ashtu si një dekorim ajo atë u konë, si atëherë mo që në konë mod u konë një lule fake, normal, edhe ka pas vazën e vetë, dhe më thonë u konë si pinki e Sarit, dhe më thonë unë i qatë periudhe mojnë mend, edhe në është mi thonë drejtën që to gjona që ju këmë të regu në mu nëna mi ka të regu në verzionin e vetë para disa muajve, në është i ko 7-8 muaj, edhe une për para për që to sene nuk e kom ditë, dhe më thonë une asë që e kom pas idejnë atë kohën kur ka jetu babi vetëm me nanën këto që u konë shtatë me mu. Qëto sana nuk i kom ditë, i kom kuptu tek, po mendoj më ka kallëzu nëna tek vërnë, se seriozisht nuk e kam zanat me pytë që si sana, se nuk im konë kur asi fëmije me ditë e mami që shumë do kune që kur kom lindë dhe këne, do më thënë nuk jam asi tipi, edhe kushdo që kuptohet në horoskop, unë jam ujuri edhe na ekstrem jena të sinqert, ekstrem edhe jena të ftoft, njerëz të ftoft zakonisht. Na nuk i kina zanot me të përqafu, këgjë më ta bo, po na vetëm e bojna, dhe më thonë, kur e ndjem dishka të mirë, ja kallëzojna partnerit apo kujdo që është në pyetje. Do shta me cikë që i nuk është më rëndësik i koment seriozisht se kur gjë heqë sot më duk me ju thonë drejten. Vetëm do shta me cikë që nuk ja kam zakon me rajt për fat keq, që me pas rajt në ashtë i kisha sot punëtën ma mirë, ma mërmendja. Edhe diçka tjetër, nuk e kuptoj që disa komente në vlog mas që jam të i bo, a nuk jam t'i spjegu unë gjanat mirë, a janë njerëz që kanë qef me zmadhu situatën edhe vetëm me kriju në trunin e vetë gjendjen, që shdojnë vetë, se unë e mojnë mend që kur i kun kallëzu për banesën, që kum thonë kam qef dritë në shpe, edhe që është thonë edhe halo e kësaj dite, edhe një ditë që i kum ndrejq roletnat bashk me ju, një koment u konë dishka, si tash nuk për më kujtohet, pa më femër me siguri, se mashkull të unë s'ko që ka lëp në YouTube, dishka si oj zoja s'ke thonë të para do dite që ki qef dritën e Zotit, nuk e di far lidhje ka ajo, kurse roletnat janë zeza që dhe më thonë janë për natën kur të flenë gjëmse. Në mëngjes, Alga po më qohet në ora 6. Kur po hin krejt drita mrena. Kështu që bashkë po më interesën mendimi juaj, a nuk jam të spjegu unë sa në të mirë? A ku është? A në është jo vetë ja keni zakon me bo situatat ashtu që shtja u kanot që i fi juve. Di se shka pas shumë komente tjera, ama besoni po i harroj qatë që janë më rëndësi. Po më nëjë për negative, se për ato pozitive gjithë qysh
ja u bëj like. E tash, unë nuk kam plan kur gjë heq me bon, vetëm në është mu që me hangër bukë, se nuk më hangër gjatë ditës, dhe me chillit, edhe sot është Big Brother nëse gjesin YouTube, nëse gjesin, vetëm kam ja fut gjëmë se nesër kismet Alga kam me anis me shku në qerdhe, edhe prej nesit normal kam e kanë pak dita ma aktive se zakonisht edhe kina më marrë pak ma shumë me mua, edhe i kam plan shumë tema me ju me i fol, që më intereson edhe mendimi juj. Kështu që ka që ke për meje, nash jemi nesër me Vlogmasteri. Bye bye.